Shqipëria renditet ndër vendet me cilësinë më të dobët të arsimit të lartë në rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore, sipas një raporti të fundit të Bankës Botërore, duke ngritur shqetësime serioze për të ardhmen akademike dhe ekonomike të vendit. Sipas raportit, mungesa financiare, kurrikulat e vjetruara, ndikimi i politikës dhe interesave private, si dhe mungesa e lidhjes me tregun e punës, janë ndër faktorët kryesorë që po minojnë rënd sistemin universitar në Shqipëri. Banka Botërore thekson gjithashtu se universitetet shqiptare po përgatisin studentë të papërgatitur për realitetin e tregut të punës për shkak të infrastrukturës së dobët dhe mungesës së kërkimit shkencor, duke thelluar e ndekur me vendet më të zhvilluara. Një tjetër shqetësim i ngritur është edhe rënja e përparimit ndërbrezor, ku fëmijët e sotëm kanë më pak gjasa të jenë më të arsimuar se prindërit e tyre, një tregues i qartë regresi në arsim. Nëse nuk merren masa urgjente, Shqipëria rrezikon të mos arrijë statusin e një shteti me të ardhura të larta në 1 apo 2 breza, paralajmëron Banka Botërore. Përveç Shqipërisë, të njëjtat probleme janë konstatuar edhe në vende të tjera si Maqedonia e Veriut, Bosnjë dhe Hercegovina, Armenia dhe Azerbajxhani. Raporti thekson ndërhyrjen të thella përmes reformave në financim, depolitizim, modernizim të kurrikulave dhe investime thelloze në infrastrukturë dhe kërkime, në mënyrë që arsimi i lartë të shndrohet në një shtyllë zhvillimi dhe jo pengesë për të ardhmen e vendit. Duhet thënë se një ndër problemet kryesore me të cilët përballet sistemi i arsimit të lartë dhe studentët në ditët e sotme është korrupsioni i stafeve akademike për qëllime personale e fitimi. Në shumë raste, studentët janë të detyruar të paguajnë pedagogët për të marrë provimet, ndërkohë që stafi i bordit akademik përfshihet shpeshherë në tendra korruptive. Kujtojmë Universitetin Bujqësor të Tiranës, i përfshirë dhe rektori.